Rënja e natalitetit, emigrimi i vazhdueshëm i familjeve dhe zvoglimi i numrit të nxënësve po imponojnë ndryshime të rëndësishme në sistemin arsimor të vendit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës vazhdon përshtatjen e kapaciteteve arsimore me realitetin e ri demografik. Sipas të dhënave të prezantuara nga institucionet kompetente, në shumë zona të vendit numri i nxënësve është në rënje të vazhdueshme, ndërsa në disa objekte shkollore mësojnë shumë pak nxënës. Autoritetet vlerësojnë se përmes optimizimit synohet shfrytëzim më efikas i burimeve, përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies dhe ruajtje e qëndrueshmërisë së sistemit arsimor. Se si reflektohen këto zhvillime në komunën e Gostivarit, e cila mban numrin më të lartë të emigrimit të popullatës ndër vite dhe përrjedhoi uljen e numrit të nxënësve, bisedoj me kryetarin e Sindikatës së Pavarur për Arsim, Shkencë e Kulturë në Gostivar, Tafa Ahmeti. Ai paralajmëron se sistemi arsimor tashmë po përballet me sfida serioze si pasojë e rënies së numrit të nxënësve. Sipas tij, në disa raste ekziston rreziku i mbylljes së shkollave ose i bashkimit të dy apo më shumë shkollave në një njësi të vetme arsimore. Njëkohësisht, sfidë e veçantë mbetet statusi i mësimdhënësve, për të cilët institucionet do duhet të gjejnë zgjidhje të përshtatshme në mënyrë që të mos mbeten pa vende pune. Ka edhe shkollat e cilat edhe të mesme, po gjithsesi ato fillore që janë në përfshatra që rrezikojnë edhe të mbyllen dhe nuk kuptohet, ne bëjmë atë luftën tonë që kuadrin që ne kemi me vendime të transferojmë dhe të bartim në ato vende ku liron vende tjera, në çfarë do qoftë mënyre që ti transferojmë dhe t'ju zgjedhim problemin e punësimit. Mirë po tash pasi shkohet në atë që numri gjithnjë më tepër zvoglohet, jemi të detyruar me siguri me optimizimin që ne parashek ministresha do të ndodhet që të bëhet edhe bashkimi i atyre shkollëve në një shkollë përbashkët, gjithsesi edhe rritja e numrit të nxënësve në paralele, për shkak se edhe efekti i mësimit, motivimi edhe gjëra tjera të arsimit me 2-3 nxënës nuk kanë ndonjë farë efekti të madh në arsim. Vetëm edhe këtë duhet ta cekim edhe kisha alarmu pak që në për shkollat private mos insistohet që nxënësit i transferojnë në qytet në për shkollat qendrore, nga shkaku se i dëmtojnë shkollat dhe zoglohet numri i nxënësve edhe më tepër. Ahmeti thekson se efektet e rënies së natalitetit dhe emigrimit tashmë kanë goditur shkolla konkrete. Si shembull, ai përmend se në konkursin e fundit për regjistrimin e nxënësve në arsimin e mesëm, Gjimnazi i Gostivarit ka mbetur me 3 paralele më pak, ndërsa 1 paralele më pak është paraparë edhe në Mavrove Rostush. Për shembull, se shkolla e mesme ekonomike e Tetovës, vetëm se qëllimi kryesor i kësaj ministrie është që t'i jepet rëndësi më tepër shkollave profesionale dhe përmirësimi i kushteve në ato shkolla, ndërsa shkon atë që të zvoglojë numrin e paraleleve në për gjimnaze, gjë që ndodhi në 2 gjimnazet, faktikisht rajonit tim ku e kam si sindikate për kjo, është gjimnazi u shkurtuar me 2 paralele në gjuhën shqipe dhe 1 paralele në gjuhën maqedone, pas konkursit të ri të pranimit nxënësve dhe 1 paralele në Rostush Mavrov gjithashtu u zvoglua për shkak të numrit vogël të nxënësve. Megjithatë, sipas Ahmetit, Ministria e Arsimit është zotuar se nuk do të lejojë që mësimdhënësit të mbeten pa punë si pasojë e optimizimit të rrjetit shkollor. Ai thekson se ruajtja e vendeve të punës paraqet të realizohet përmes transferimit të kuadrit nga një shkollë në tjetrën, angazhimit të tyre në mësimin gjithëtor, si dhe përmes menaxhimit të kujdesshëm të punësimeve të reja. Sipas tij, prioritet do t'u jepet mësimdhënësve ekzistues në mënyrë që ata të sistemohen brenda sistemit arsimor. Gjithsesi edhe për këtë temë ne kemi biseduar me ministreshin edhe me kabinetin e saj, e cila qëndron në atë se nuk do të ketë tepritje teknologjike dhe se gjithë ato të cilat kanë vendim do të ekzistojnë vendet e tyre të punës, me reformat të cilat i merr ajo gjen edhe mënyrës në një farë mënyrë që ti mbuloj të gjithë ata të cilët ngelin pa orë. Disa reformat që ati ka marrë kohës fundit është kjo më e reja që do të bën trajnime për disa arsimtarë që nuk kanë orë që të bëhen mentor, të bëhen realitet të asistente në për shkollat fillore. Kjo është një hap prej atyre. Mësimi një ditor do të insistohet në ato shkolla ku ka mundësi kushte, siç janë disa shkolla në përfshatra ku do të mbahen mësimi një ditor dhe ato arsimtarë të cilat kanë rrezik pune të qëndrojnë mbas orarit.
transfera për një shkollë në një shkollë tjetër dhe mos pranimi i kuadrave të reja, sidomos gjatë lirimit vendeve të punës. Shifrat në nivel shtetëror tregojnë se arsimi po përballet me ndryshime të thella demografike. Sipas ministres së arsimit Vesna Janevska, në pak më shumë se 2 dekada, numri i nxënësve është ulur për 28%, ndërsa numri i mësimdhënësve është rritur për 46%. Sipas saj, raporti mes nxënësve dhe mësimdhënësve ka rënë nga 18 në 11.4 nxënës për mësimdhënës. Në këtë kontekst, sfida me të cilën përballen shkollat në Gostivar dhe rajon janë pjesë e një fenomeni më të gjerë në nivel shtetëror për të cilin institucionet paralajmërojnë se do të kërkojnë reforma, optimizim të rrjetit shkollor dhe zgjidhje që njëkohësisht do të ruajnë cilësinë e arsimit dhe vendet e punës së mësimdhënësve.